kurvat e kanë shtrenjtë Shqipëri. Ja ta them unë, direkt, përgjigje rufe. Këti lloj popli, po si shive babalart që kanë byf shira e babalart që kanë kara kurva, nuk të thotit. Janë gjithashtu, po. Nuk janë të gjithë, po 99% janë të gjithë fisqira. Ka njerëz që shohin hallin e vet, por me zi ja kalojnë apo. Kur shohin hallin e vet, pse vriten e priten e qijen e vidhen e mashtrojnë e kërcënojnë me që se shohin hallin e vet ta. Është momentale u burr gjaku, vlon. Momentale. Këti popli, po si shive rob, po jo këti popli, po çdo lloj popli, po si ai shive të gjallë të vdekur. Po është sa të bisha. Të marrin për kem, këti popli do të bësh i pasur me shqiptarët. Fjalë mirë e karimbir. Edhe bësh, me i matha e dirama. Po do. Mirë se ka dhe shqiptar pisome që... Ja, të rego ti mojnë shqiptar piseme. Unë do a një, nuk do a dy. Një do. Muçaraku? Jo, aty ke drejt. Ja, vetëm Muçaraku që ka. Vetëm Muçaraku. Për Muçarakun, jo për servilizëm, po vetëm se është, do me thënë, është i shkath, vetë Muçaraku. Këta të tjerë që bajë si gangsera, si kriminella, këta të hakokën e karit. Këtyre po ushjeku, ushirat, me kar Zezaku, me kar Jevgjish, janë tërë prostituta. Gjithë pa prej ashtim. Muçaraku po. Muçaraku po, i ka thënë. I vetëm, jo. Muçaraku jam dakord. Po mbi Muçaraku jam unë. Gjithë. Balli pari jam una. Pasaj vje Muçaraku. Jam gjithë një unë, pasaj vje të gjithë. Qa ke boti për shumë? Qa ka bërë una? Të gjithë ta këtu, lere Muçarakun, po e që më njanë Muçarakun. Ato që ka bërë unë, nuk i ka bërë do të asë Gjesh Kastrioti. U ka futur karin gjithë ngojë, gjithë tradharëve të Shqipërisë, gjithë feve, gjithë kanë vajtur në Vatikanin, janë lutur Vatikanin, ta banë më dikë mo. Edhe Gjesh Kastrioti vajti, pa i nuk vajti për servilizmëra. Vajti që t'jeprin ndim, që t'i kundërviresh perandorisë turke. E di qa tha? Njerëz më të poshtër nga priftëritë e Vatikanit, nuk do ketë në botë, tha. Të shkruajtura në Gjesh Kastrioti, të Lena Amanet, këta ka the për Vatikanin. Edhe nuk ka luftuar as për kish, as për xhami. As për kristianizëm, as për islam. Ka luftuar vetëm për krenari e për lavdi. O kos, nuk i dim në ato gjëra, se është shumë histori i gjëra për këto gjëra. Po flasim për... Fol pse situata Shqipëri është shumë e rënduar. Më thuj pak, momentalisht, çmimet në Greqi ose në kur jeti në Amerikë janë ngritur sepse në Shqipëri është katastrofë. Gjithandaj janë ngritur se shiko, deri në 2030-ën do tallin e një çik bythën. Këta. Pastaj në 2030-ën nuk shpëton asnjëri, do të bëhet vaksina, më dëgjoj mua, është vaksinë? Po, vaksinë, po është vaksinkari. Do të futet vaksinkar, jo. Po, kështu quhet vaksinkar. Edhe më dëgjoj mua. Vaksinkar edhe do edhe me hanxhar. Më dëgjoj mua, do të fusin vaksinën kar në bythë e hanxharin kokë, bam. Dhe në 2040 do vritet ropshiri i fundit. Që do ta gjejmë për ferra, për shpella. Nuk shpëton asnjë gjallë. Më dëgjoni mua. Kur do t'i vras? Po ja shikoj. Do t'i vrasin anë. Ka plademi prap. Po do quhet vaksinkar, edhe me hanxhar, bam, edhe hanxhari. Po kupton, jo mua, jo, se mua motrën e iluminate politika të gjitha, jo mua, se mua më hankarin. Po këtyre ropshirave. Gjithë të putanat që kanë thojtë e gjata, që kanë postuar bythën TikTok, ose jashtë TikTokut, ose këta burrat që lën mjekër, e ke parti si rria Armando Muçaraku? Armando Muçaraku? Lete Muçaraku pa mjekër, rruhet. Pse rruhet ai? Ja ma thoj mua ti. E kupton zoti pse rruhet ai? O vlla, nuk i është fes, po ti duhet të bësh një libër ose duhet të bësh një emision. Po. Të bëj libra? Po kush do ta lexoj librin? Ropshirat? Këta e ropshira. Bëje vetë, vlla, bëje vetë. Po jo, avash, e zëm se u bra libër. Kush do ta lexoj librin? Ropshirat? Ta lexojnë librin nëpër se bën kurioz. Kush ja tregova kush do ta lexoj librin? Pak libra ka botuar, jo, avash. Pak libra ka botuar Alfred Cakua ka përkthyer libra qysh komiteti 300-ve. Edhe këta ja komplet kara, këta janë të nxjerrin bythën TikTok, të qiet bythat, vjen putana shqiptare në Dubai, të qihen me kar Jevgjish, të han mut ande bajga Dubai. Ça libra, po ku të lexojnë libra sot të shoku? Këta
Gjithë Kolumbia nuk po vjen po qiet në Shqipëri për shkërdhet. Do ta them unë. Kolumbianët janë indianë të qartuar me europianë. Ku I njeh kolumbianët jo ti zot. Po Brazili pse vjen shkërdhet gjithë Shqipëri? I ke parti putana shqiptare që po I qinë pakistanezët. Ju s'keni sy mballe. Ke par kurva më të mëdha ti po të flas si burr, se ti ju zon flisë, se ju këto keni keq që nuk flisë realiteti. Ke par kurva më të mëdha nga kurvat shqiptare ti tër botën, që italian pavarësisht shqiptare. Kurvat shqiptare, kurvat ruse më kampionë burr. Ta kurvat ruse, ik. Ja, avash. Ke par kurvat ruse ti çfarë niveli kanë? Ku qie kurvat ruse me hala bakër shqiptarare. Baxhella shqiptare po I qinë plejtë italisë more. Plejtë greqisë, plejtë botë se pa ha Karajevgjis në Dubai. Shqiptarët janë më të vështira. Shqiptarët janë prostituta, po, ka ca burra byth qira, I ke parë shqiptarët të TikTokere. Ajo burrin aty kanë nxjerr pjidhin e gjokse të live, more. Radh janë ato pjedropshat, po ka radhë, ja Suada Muça. Ela Kristel. Gjo këto gjo. Matit dhe Dautaj. Këta kurva të gjitha, më kush ka TikTok këto ka nxjerr byse gjok? TikTok ka burrë, ka gratë të ndershme, ka femra të ndershme. Do t'i them unë, ke parë gratë të ndershme ti kanë nxjerr bythën jashtë ore këtu jashtë TikTokut ore. Ti në Tiranë jeton, nuk jeton në Tiranë? Po. Të tëra këto që kanë nxjerr strigun edhe bythën. Çfarë quan ti gratë të ndershme re? Nuk I hym atyre, po janë. Su hyn atyre, po su hyn atyre. O zemra, ti dy emra përmend, Shqipëria nuk është dy emra. Ka një lloj atë se po të ishin ndryshe, do ishin si Italia, do ishin si Rusia, do ishin si Serbia, do ishin si Greqia. Ta janë gjithë një lloj, ndaj edhe kanë gjithë një lloj kari brenda. Gjithë një lloj. E kanë thënë një herë, hiq 1% e shqiptarëve, të tjerët janë të qisht gjallë të vdekur. Këta akoma po rrien për fetare. Po vriten jo u gango, jo ti gango. Këta europshira të gjitha çka gango ka rrien këtare. Se ti mora Amsterdam, robshir ma të qifsha race, ma mora robshira me adresa fek, mora u qifsha. Nuk janë gjithë ashtu, o doktor. Gjithë I loja. Nuk janë morë Karin Goj, Edi Ramës, Sali Berishës, Fatos Nanos, Enverogjës. Sa ishte Enveri, Karin Enveri në byth. Rofte Enveri. O Enveri, djalje, Karin byth e Karin pjith. Iku Enveri, I thithën topet Ramizit. O po ja dha, Saliut, o burra, duke I turru Saliut ta pas për ti marrë Karin Goj, kusha mërë të para Karin. O ja, popull robshir, popull budalla. Nuk ja, këta po të ishin popull me tope, ishin kundër vend Perandoris Osmani dhe Romës. Po vetëm ju kundërvujt tek pull, Piroj e Pirit. Luani e Pirit. E ka thënë Gjesh Kastrioti, jemi krenar, që jemi I Niprit e Pirës e Pirit. Ja të gjithë, pa përjashtim. Kush është Piro e Pirit? Mbreti e Pirit, nuk e di ti Pirën, futu Google dhe shikoja shoko. A është vlonjatë? Qa vlonjatë shoko? Piro është qamo shok, jo vlonjatë. Qamëria është teritori Greqisë sotme. Është qam. Sa për djeni. Dhe ka qenë nipi Aleksandrit Madh. Qa viti bët fjallë? Flasim kone Romës shok, para 2000 ca vjetësh. Pse ke këtë mendim të keq për shqiptarët të burë? Më ke parti mua, të mbaj Karin Goj feve una, apo tu Gjesh Kastriotin, kokat, do më thënë qysh është Fanoli, apo Konica, apo Vlezit Frashi, apo Migjeni Shkodrës. Shkodra vetë Migjeni kanë zirë. Që u rritje timën në manastir, I bëri ofert katedrale Anglis me miliarda sterlina dhe nuk u bë. Prift asnjëherë. Po ka vdekur në tuberkulozi si mësues me rroba të grisura. Se e di dhe mi se çfarë ishte kisha. Jo ishte koha, jo, ishte njëri me cip. Shqiptarët sot të vrasin pa pare se kanë natale. Pse të kesh ti, e të mos ke muna. Pa pare, ti pagosh. Ti pagosh, kanë vrarë fëmine, babane, e të gjitha, pa pare fare. Nuk kohë ato kost, ndryshojnë. Nuk s'ka dyshua kohët. Kohët nuk dyshojnë. Nuk dyshojnë kohët të ti, zotëri fare. Nuk kanë dyshua koha. Po si mendon ti? Koha nuk ekziston, vendi, nuk I bën njerëzit. Njerëzit e bëjnë vendin, ta dish. Sa ke parë Shqipëritë, zëma? Ha? Në 2024, kisha 13 vjetë pa ardhur, në 2024, deta 22 ditë Shqipëri. Zdoli një ropshina afërt, më thoshe mua tjore,
Na ke qarë karin, as njeri. Mbrapa ferrave, shu dalin këtare. Po badh mua të ndilte mua pidh kurve në Shqipëri, nuk doli një ropshi se e qia racën, ja hitë e zorë të mbërde si derë. Po si derë rekër. Nuk doli një pidh kurve. Po vetë se fjalë të mira dëgjova, jo na gjithë, jo, se shumë mica ku ka shanset të më flasin këta mua shikonin si bythqira. Po vetë të fjalë të mira atje ku vija me në kafe, po uqa diçka për të gra, po ku diona, vetë fjalë të mira kam dëgjuar. Më kanë qirasur. O më kanë thënë fjalë më të mira shok. Do thoshit ka thënë fjalë të mira i beson? Jo, absolutisht. Nuk doli një njeri të më shaj mua balle. Po më ka shar vetëm për live si kurvat. Se le të më dalin tek për tek mua këta balle, ma tregoj ona. Apo da çe grup. Care largoni Europë Qa mund të bësh, por se ata mund të jenë 5 veta, ç'a mund të bësh? Bankari mua se është një shprehje urtë kineze. Kur nëse i hap varrin tjetrit tot, hap dy varre për vete. Qa kujton? Vrave sot të ta qin ropë nesër. Qa zone ke qenë Shqipëri, qytet apo fshat? Unë fshat është ako. Po edhe gjesh Kastrioti në fshat ishtë. Kastrioti... Qa zone? Po e përmetit të shok. Balaban. Ore e përmetit të shok, qa Balaban o shok. Fshat i përmetit. A se ka emrin Balaban përmetit? Ore Balaban ish komunë shoko. Po mirë më burë. Përmeti ka njerëz mirë, njerëz të respektueshëm. Po pse unë si jam o shoko? Ja ma thoj mati. Dakord jam. Po pse tu ti s'ka zot, jo s'ka fe, jo... Ore, pse i daloj në Verogja fjet me ligje shoko? Pse? Ma hapit... Pse i daloj? Po se Enveri thos shuare, fjet për poplin janë opium, janë helm. E kishte thënë Enveri. Fjet për poplin... Pore, fjet për poplin thosh janë helm. Opium ish një drog, që të vret. Janë helm. Kohën e Enverit fe? Ore, po si s'kishte Shqipëria mesme, ishte me Ferxhet gjitha, ishin turq gjitha, ore. Nuk flis Shqipja në Shqipërinë e mesme, ore. Tamam, Saklam, Xhuma, Pexhere, e kishin puro turq, më keqja turqit. U agri si Ferxhen, u zbuloi fytyrën, u dha kazma e lopata, e futi puni u qiu ropt. Ku kishte kone para se ta merrte Enveri, do me thënë që të merte pushtetin, Shqipëria mesme ishin gjithë me Ferxhen kokë. Ne jemi Bektashinja, por sa të bëjmë shtetin tonë, se s'do bëhet më... Po pse Bektashia nuk është fe islame? Dek e islamistit. Po edhe Bektashia është fe islame, dek e islamit është. Ja, ky Pablo, tjare era pshit, qifsha rasën. Are qip, bjotën tjare dhjaks. Jo, e ka thënë Enveri, ashtu kur nuk e ka thënë Marksi. More vesh, po çaj kari me komente shumë këtu ma se ike. More vesh tjere. Koke karit. E ka thënë Enveri Hoxha. Fet për poplin janë opium. Marin shumë po deshe, po do të rishtu, po zdo të rishtu i qip ju thënë. Kur ishte Enveri, s'kishte fe, ha? E daloj me ligje e shok, s'e budallaj. E ne kemi shkollën laike, në kohën e Enveri Hoxhës, nuk ishe drejtë të mbaj ikona kishe ti se ato fusin në urrëtie. Jo po unë jam musliman, jo po unë jam kristian. I kishe barabartë njerëzit gjithë. Në ushtri, në shkollë e kështë ndaruar me liqë, predikimin e feve, do në shpi, mbaj Ramazan 24 orë, jashtë s'ke shanse. 24 orë mbaj Ramazan brenda shpi, jashtë ta këndon të këngën e. A shuka që në vërtet. Edhe kishe shtepet tope. Doktori kërën e vetë, tjepe ti, i kile raki, do dhitë spanallona që ta mërë të zepodis, ta spionon dhe njëria këshin qirë rasën për shkatimin, shkërën dhe kurvën, se sot meri kile rakine se të mërë degun me paraj. More vesha. Një pshat. Njerëzit ndashin me thik, me luk, me pirujnë për abart në ato. Po qa la fos tjo, gjë. Një shtëpit ishe në majtë malit, a i kishe bërë qendër shëndetësore, me infermieri 24 orë, me telefon. Qa me dimi ke për Edi Rama, sërë si Enveri? Qa Edi Rama, po jo, Edi Rama nuk i vjen në vetë, jo Edi Rama, po Asamet Zogu, Enveri Hoxha krasojt e shoku me strategë të mëdhenjare. Unë s'po them se, gjdo sistem ka të ligat e veta, po unë e kam thënë, Enveri, jo se ka qenë sistemi dur, po mina këta që e kanë qeverisu Shqipërin, na në thejnjeshi, e derë mësot, nuk bet lafë që ka qenë si dita me natën. Këta e shqitën të Shqipërinë, shok. Këtu, tani, sot, po dalin bjusqirat janë për nga këstera. Sot të vrasin të presin në shok të abi borç të vjedhin, as gjendë dritë fare, atire të pak të së lite pa punaj. Ishën sakat të lite pension të sa të disje. Sot të shok, të flakin mes rrugës, mes 4 rrugëve, aso hakari fare.
Sot komandojnë horrat të shok. Sot komandojnë bylqirat, komandojnë psikopatat. Por e bëni çik like o çuna, no, veta s'bëni like. Po të t'i bin like Suadës, se Suada ka zjerë piçkën atje. T'i bin like Suadës ta shoko. Po Berisha, kush është më i mirë? Berisha, Meta, Nano apo Edi Rama? E di si thot një shprehje populli, që të gjithë derrat një hund kanë, që të gjithë janë opshira ata. Ata nuk e kanë vrarë Shqipërinë e shitën e pren, as si su futën burgën ata. Kush kanë qenë tre strategët e Shqipërisë mbas vitit 81? Sali Berisha, Fatos Tanua, Edi Rama. U futën njëri në burgën këta? Asnjë. Dhe harrohet futet. Asnjë. Vetëm ta peshë të vegjël, si Ilir Meta, si Erion Veliaj, këta i ka futur kotca për sy e faqe. Nuk i pek këta. Edhe Ilir Meta ka pas pushtet. Qa si e të Ilir Meta ka qenë vegël e shoko, qa pushtet. Ka përgatitur Ilir Meta të Fatos Nano. Ilir Meta ka bërë më shumë lek se këta, se i kishe gjithë ndorë, bashkit, mini bashkit. Po dëgjoj këto se si dini gjërat ju, Ilir Meta ishte kukullare. Se gjithë një komandojnë, kryeministri komandojnë ministrat are. Ka qenë kryeministri, po ku ka pesh Ilir Meta se latë dam, po të shë burë me pesh, ai nuk e rasin brenda, e ka televizion. Tre lidre ka pasur Shqipëriare, këtu të shkore, na vitet 91 deri më sot. Sali Berisha, Fatos Nano, edhe Edi Rama. Luli e këta janë pordhare. Kush i pjerë tha? Pia të mesazh o loma. Qa Luli e për Luli. Po qa zone mendon ti, Kosto, qa zone mendon ti Shqipëri që është për ty në zonat më të kulturore ose më tradita, qa qyteti? Ja, rova e më një nërburit dhe atë që zone kortë që ka datë qa jupi. Kolonja është balli mendje shqiptare, Kolonja ka ndalë kokat më të meqër shqiptare. Edhe na Frashri ka pasur origjinën na Kolonja. Familja Frashri. Kolonja ka nxjerr Frashëllin të përmetit, me origjinë të largët. Fanolin e madh, Konicën. Kolonja është truri Korçës, sa dish. Korça, kokat më të mëdha i kanë nxjerrë Kolonja. Po ballçi. Kolonja është truri i shqiptarisë. Kolonja më gjoj. Po ballçi. Po qa Balqi, unë s'po them se s'mund këtë njësë, Balqi si përna ti të shanë atë la Korça. Ja roba e me atit asbiut. Buda lejti gjithë, shoko. Asbiu, bësi burri. Ismail Qemali që doli nga Vlora? Po Ismail ishe mason, e di gjithë bota. Edhe mason të elmuane. E të më thosh për isa buletinin, po, asa në Prishtinën. Ata kanë që kokat më dha, po qa Ismail Qemali, flamuj duhet të shengritur në Macedonia, re. E diti këte, kryeqendra e Shqipërisë ishe Macedonia. Jo Vlora, shoku, që doni ta bënin këta kryeqytet Vlorën. Qa Vlora, shoku? Mund të më thosh për Prizrenin, po? Po qa Vlora se latë namare? As Tiranën e bëri Enver Hoxha për çështje strategjike. Si kryeqendër kryeqendër kone e Ilirisë, dikush ka qenë? Durrësi. Durrësi, ha? Po, edhe emrin e ka dy rraha, është emër Helen, atësh. Edhe Fjeri ka pasur emrin Apolloni qiton këta. Edhe Ballçi, Mallakastra, e ka Bylis, i ka ndërruar emër ata. Po Lushnjë pse s'e ka emrin Bylis? Ashtu. Dgjoj këtu are. Edhe Vjosës. Naos, ke kanalin televiziv përmetit. Emri origjinali i Aosit, që është lumi parë në Shqipëri që më shumë ujë në det, është Aosi. Në Aos, që ka emrin mem, ja vun Vjos. Po Gjirokastër. Tëra emra të shoko. Edhe Argjiro Castro, që do thotë? Kështjell e Argjiros. Castro është, vje prapra gjua Helene, do thotë kështjell. Na Argjiro Castro, shi qa emre? Argjiro Castro, këta janë bysqirare, edhe Ajo Saranda. Këta i ka dërruar tëra emra të shoku. Nuk ka lënë emra fare. Edhe Shkodra ka emrin prapë emra Helen. Gjitha tre vatë Shqipëri. Shiko, Helen, ta kuptoj shqiptarët. Me shqiptarët vin po në një t'i gjak. Të largët shumë, nuk bet la fare. Ka qenë një popull bashk, për çështje bosh marrëveshjes, kjo ka ndodhur para 1 milion vjetëshore. Unë danë në 2 grupe, edhe secili mbajti ato traditat e tyre. Ta dish, vin po në një t'i popull, po ti shikosh veshjet ushtarake, si Helen, edhe Ilirët, po një veshje ushtarake ka pasur. Një veshje. Të gjithë kanë qenë bjond, me flok të kuq,
E me sy boshqelli shumica po njërë. Pasaj të gjitha këta që o bën Bëjmë sushi. loj ne dhe bëjmë dënime për të qeshur që këta se kemi ca audiencë për qesh për shty kohën. Me dënime, re. Ma zbi me dënime, unë Për shty kohën se u zbëj asnjëherë loj, po dënime thjeshta me bosh gallata burr. Po qa dënime, po do loje hapo shlok, po me dënime unë s'los. Për gallata burr pyesin komentuesi ça dënimi do na japin për gallata burr se edhe unë bëj loj. Qa komentu s'kari, mo këta janë budallejnë. Qa komentu s'kari, re. Nuk bëj unë pyetje këto, këtu mund të shaj, mund të bëjt, jo shok, unë s'bi pyetje të lakur. Unë e Për respektoj gallata burr për gallata. Këta, unë e kam thënë njërë, do bëjnë devër dhe në 2030-ën, do hedhin vallën e jevgjve, e do të gjojnë këngët e mandimin shtullës, edhe pasaj, do të bëhet vaksina, prap. Qa vaksine, vërtet është ku e ke nxjerr ti këtë vaksinën Allah, sa se kam gjuhën. Shite, fundit 2026 është pandemi me vaksinë, e 2026. Dhe në 2026, Kush shtet? do të nxjerr unë, gjë tani këto. Unë. Kush njeh ty më si do ta nxjerrësh ti? Unë jam ideologë, çfarë do të ideologër? Ata që merren me ide të mëdha, na mua merr ide Illuminati. Edhe në 2027 në Shqipëri, po dëgjoj këtu ore. Në 2027 në Shqipëri ti s'do kesh më lek ta kapësh dorë. Do jetë lek elektronik, do thërë këshuaj. Se as bles që do të pate. Do thotë e ke bërë vaksinën? Ti thoj jo, jam kundra. Tak ta blokon atë kartën. Nuk e të bilet do ti. E ngortë për të ngrenë. Op. Do të vi doktor Vipirua me atë vaksinën e ti magjike. Tak, vaksinën. Hopa. Ladi. Akademia. Më kupton? Kiç ka semë, po kështu vdiqem në ishje, na unë s'du ta bëj. Doni të shpëtoni? Shkoni për fshatra, meni kazmat e lopatat, mos pagoni asnjë taks, ta kemi qirë zao në byth, edhe nuk të bëhet vaksinë. Po do vesh për fshatra. Po kjo do Shi ide. Ore vesh. E vërtet është kjo? Po e vërtet. Në 2026 ka vaksinë me dhunë. Nuk do bëhet me kështu me televizione që ama vaksino, do viret ushtria të mbërthen e të vaksinon. Pidhe somos. Po ku të mruj, moj? Po të arrestojnë ata shok, këta, a i të kapo mik me këta, e ke parasysh të që ngrej të dronet tëra. Të kap me nxehtësinë e trupit. Le të jetë fshehur ti në ferr, takt të gjenaj, ka nxehtësi trupi, tjetër nxehtësi ka trupi i njeriu të kafshët. Tak të vjen doktor Fiferova me vaksinë, dank ta bë vaksinën. Po ndjeko që. Vdiqën në pandemia, thotë i merri hedhë një grop andej djeg. Kupton? Do ketë vaksinë me pandemi, me dhunë. Me dhunë. Do vën policinë dhe forcat ushtarake që do t'i vaksinojnë. Po s'mund do gjysmë shtetit do vdesë. Kjo do ndodhi në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Edhe leku parë që do bëhet leku gënjeshtër, leku fek, do bëhet Shqipëri. Në gjithë botën. Do bëjnë shembull Shqipërinë që do thonë ja, e bëri e para, Republika, po usër. Pak e Shqipërisë. Kupton, do bëhet leku fek. Po, në 2027. Ja, shikojeni. Ore shumë gjëra po më çuditi më. Me pak fjalë do bjerë qetësi bota. Nuk do jenë me këta. Nuk do ketë me as TikTok, as një gjë do jesh, do të çojnë burga e atij ata që do mbeten gjallë, e do të thor, do të jetë lidhur. Fëmijë do t'i bëjnë laborator, do të vënë një tru këtu. Robotare, e di unë shumë mirë. Unë kam lexuar agjendën e Illuminatit, jo tani, po 20 vjet para. Njerëzit do të instalojnë një tru robot këtu, po? Tu dëgjore. Një tru robot në shenjë të shkimit. Fala nga Muçaraku. Fala këtë jo këtu. Do të instaloj një tru robot këtu, Illuminati, e di unë shumë mirë. Dhe nuk do jesh ti as i gëzuar, as i hidhëruar. Pse se e budallaj e robot. E do të çojë, takt komandon ai, si puna e iPhone-it. Vete, do marrë zetorin ti, do t'i jepësh zetorit, do vesh të lërosh arën atje dhe do vesh prapë mbiruc. Më kupton, do kesh truin kështu robot tu kokë. Më kupton? Çfarë thotë kjo, vërtet? Po e vërtet. Dhe fëmijë do t'i bëj laborator. Kur të ver fëmia, domethënë 18 vjeç, se 18 vjeç nuk rritet me trupin e njëjtë, do t'i instaloj truin robot tu në kokë. Tak, etiket vegla. Do jem 500 milion, domethënë njerëz robot, ta dish. Nuk do ketë as martesa, as gjë. Fare. Domethënë burra do rrin vete, gratë në vete. E di sa do jetojnë këta? Se këta se dine, 2 vjet.
Do me thënë na mosha 18 vjeçe, deri 20 vjeçe, pastaj do t'i varasin. Nuk i hyn më në punë. Prap, hop, tjerë. E diun shumë Po mirë. da, këto ide i jep ti se s'ka mundësi, ju s'po të kuptoj. I kam lexuar unë agjendën e Illuminatit po them ashtu. I kam lexuar unë agjendën e Illuminatit po them. Uka, mos orxho. Unë di agjendën e mafjes hazare. Njerëzit do të vënë të robot këtu, robotare. Janë të lidhur ato me nevrat e trupit, a dish? Lëvisti. Po të komandon një robot, po si telefoni më burri, më kupton, ka robot. A e shikon çat më populli. Faleminderit e për to. Se shkon çmë populli era. Të dëshkon. Se kisha gjurë në njërë këto që thotë. Ti me thotë. Shembull, Muçaraku. Edhe burri me burri mund të qiet thotë. Jo, burri me burri nuk ka burra, janë 2 gjini në botë. Si roboti, vetëm robot, s'mund të ketë. Jo, bashkë. Janë 2 gjini. Quhet gjinie këtyre që han kari mbyth, e prap këtyre gjinie karakurvave që hanë mbythen pithe me zgjokseve dhe ngoj. Janë 2 gjini. Gjinia e bythqilave edhe gjinia e karakurvave. 2 gjini ka. Janë 2 gjini. Kurse Kosti është qirs. Më kupton, Kosti është hips. Unë bëj pjesë, unë quem Dërzys. Unë quem pushtus, dhunus, më kupton, unë nuk njoh. Unë kush më del para, u valoj kali dhe hanxar sparti, bam, s'ma kari mua. Dole kundra, xhavalos. Si kali, thotë kjo, që po thua? Po gjithni kar, mbreti karave, është kari kalit. Më kupton? Pasaj vjen gomari. Të dish. Kjo është botë e mbushur me ropshira. Kjo botë ka 2 gjëra. Po so a hodhe, do ta hedhin. Do t'jesh i ndershëm me të ndershmin dhe i pandershëm me të pandershmin, ta dish. Dhe ata që ty të lastojnë që tonë osa burri mirë jetë, jo, ata ta fusin, ta dish. Ru nga ata që të lastojnë, ta kesha mua. Të vërtetë nuk ta thot asnjëri. 1% që. Mos kujto se do kesh kontakt me njëri tjetër, do më thënë përveç me Gakosit. Jo ti pa asnjë. Si vetëm pse do vija ty te ty për shkakun? Jo, te unë s'vjen dot. Gjatani këtu mos mbaj njerëz afër vetes. Nuk i mbaj njerëzit afër vetes unë. Unë mbaj gjithnjë distancë. Kafsha me pa bes. Qysh është e në Verogja, njeriu ndaj njeriu të shujk. Është kundërshtar. Po, Ukraina, shkruaj, ha. Edhe djali ka vrarë baban. Ta dish, njeriu, kur vjen puna që janë 2 vëllezër bashkë, janë këtu ara. Kur vjen një nga këta që bëhet më lart, ai urren ai që tjetri që më poshtë. Kupton? Janë të pakta ata që domethënë që gëzojnë vërtet se ti harrin diku, se ku do harrish ti domethënë, ose për atë që je. Domethënë njerëz në moment që ti domethënë lulëzon, nuk duan ata që janë poshtë. Asnjëherë. Të duan që të kenë poshtë kanë vetë, të kenë të shtypur. Njerëzit janë domethënë shumica e njerëzimit janë psikopat. Domethënë burimi të gjithave të këqijave janë njerëzit psikopat. Njerëzit psikopat nuk kanë logjikë, nuk kanë ndërgjegje. Po punon truri domethënë vetëm për të ngrënë